përshëndes. 5 sekretet e shqisave të njeriut. 5 sekrete që duhet të dini dhe në fund do t'i tregoj për sensin e 6. Ja vlen për ta diskutuar sepse senset e njeriut nuk janë ashtu siç mendojmë ne. Ndiqeni me kujdes dhe kush është këtu rastisht, nëse nuk e keni bërë ende, lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi për bashkë. Atëherë teksa jam duke shëtitur këtu anës Bregdetit të Nicës, më erdhi frymëzimi që t'ju tregoj pikërisht pra për senset e njeriut. Duhet të dini që nga fizika kuantike, nga alkimia, edhe nga mjekësia, do t'ju tregoj ato çka vërtetohet në mënyrë shkencore për sa i përket shqisave të njeriut. Do ta fillojmë nga 5 shqisa dhe në fund do t'ju them për sensin e 6, pra shqisën e 6. Atëherë pikë së pari duhet të dini që njeriu ka 5 shqisa dhe padyshim këtë i dini, pra 5 senset, që është luhatja, është shikimi, dëgjimi, prekja dhe luhatja. Ndoshta e thash këtë, por do ta fillojmë nga sensi i dëgjimit. Duhet të dini që dëgjimi i njeriut është shumë herë më pak se sa ajo e maceve, madje edhe e qenve. Në qoftë se do të flasim për sa i përket luhatjes, merreni me mend. Në krahasim me qend, luhatja e njeriut është shumë më banale. Për shembull, në qoftë se njeriu mund të luhas diçka, bie fjala 10% nga 100-ta, merreni me mend 90% më shumë luhat qeni. Qeni është në gjendje që të luhas edhe në distancë, të luhas njeriun që po vjen, pra njeriun e dashur të tij, pronarin, njëkohësisht edhe dikë që ka vite që nuk e ka takuar. Pra gjithmonë një njeri që e ka takuar më përpara është në gjendje që ta gjej me luhatje brenda pak minutave, pikërisht aty në atë zonë ku ai gjendet. Për shembull, nëse gjendet në një aeroport, siç ka ndodhur dhe shpeshherë, qeni është në gjendje që të njoh me anë të luhatjes njeriu pra e dur. Dhe që nga këtu kupton që sensi i luhatjes së njeriut është shumë më i ulët, më banal se ai i qenve. Në qoftë se do të flasim për sensin e prekjes, mjafton që t'ju them për shembull atë të gjitarëve, ose t'ju them për sensin e milingonave. Milingonat, për ata që nuk e din, kanë një sens të çuditshëm, që me anë të prekjes, milingonat mund të njohin se kush është fëmia i saj, ose fëmia, ose fëmijët, ose kush është babai, kush është nëna. Me anë të prekjes, pra ato me anë të prekjes, qoftë të këmbëve, por qoftë edhe të antenave, kuptojnë se kush është përballë tyre, ose kush është afër tyre. Pastaj, kanë dhe një sens tjetër, sensin e 6, për ata që nuk e din. Milingonat kanë një sens që me anë të antenave mund të perceptojnë çdo gjë, të perceptojnë për shembull se ku është grupi tjetër i milingonave, sa distant larg është një familjar, apo ndoshta edhe një që jep urdhra. Pse është vënë re kjo? Është bërë një studim. Dhe si në bazë të këtij studimi është vënë re që milingonat janë super të organizuara, sepse kanë ushtar, oficera, kanë drejtora, kanë si mund të quhen general edhe e kështu me radhë, derisa kanë një mbret ose mbretëresh. Pra janë shumë të organizuar dhe secili prej tyre jep urdhrat e dur dhe secili ka detyrën e vet, të gjithë. Dhe detyra e tyre vjen që kur janë të rinj, që kur lindin. Jo sepse dikush mendonte më përpara që janë në bazë të familjeve, nuk ka lidhje fare. Me një fjalë, secili që kur lind i japin detyrë dhe atë detyrë bën që kur lind dhe vazhdon derisa është gjallë. Secili thash prej tyre. Dhe ata kuptojnë, pra milingonat, qoftë meshkuj apo femra, kuptojnë edhe perceptojnë njëri tjetrin me anë të antenave kur janë larg, pra kanë të zhvilluar sensin e 6. Dhe në këtë pikë, njeriu ka shumë pak, pothuajse 3% në krahasim me sensin e milingonave, ose me shqisën e milingonave, shqisën e 6. Çfarë ka njeriu 3% në këtë sens? Do t'ja u them. Ka, për shembull, déjà vu. Pika e parë. Kurse ajo që është më e rëndësishmja është, nëse keni dëgjuar shpeshherë përdoret ajo fjala kur thuhet si thuhet
bëja zër shkopin, sa po përmende qenin bëja zër shkopin, apo jo, një gjë e tillë nuk e mbaj mend tani, sepse është një sens që ka njeriu që zakonisht zhvillohet në disa të moshuar, në qoftë se ata e kultivojnë, në fakt disa gra të moshuar ose disa njerëz të moshuar me kalimin e kohës e kultivonin këtë dhe kishin parandjenja, quhen parandjenja në të vërtet, ku flet për një njeri dhe ai shfaqet, ose përmend dikë dhe ai të del përpara. Pra, ky është një formë, si mund të quhet telepatie, që njeriu e ka rreth 3% në krahasim pra me milingonat, kurse milingonat komunikojnë me telepati. Kjo është e vërtetë, nuk është se shpika unë. Tani, në qëse do të flasim për sa i përket shikimit, është tepër kurioze sepse kemi folur disa herë këta. Shikimi i njeriut është shumë banal. Merrni me mend, ne njohim rreth 5% të botës që na rrethon. Të paktën sipas fizikës kuantike në përgjithësi kjo, kurse në përgjithësi para të gjitha senset. Në botën që na rrethon ne e perceptojmë 0 me fjalë, le të themi 5%. Por shikimi ynë është rreth 20% në krahasim me atë që ekziston. Për shembull, ajri ekziston, por ne nuk mundemi ta shohim, sepse janë grimca që ne nuk i shohim. Dhe tjetra, për shembull, nëse do të flasim për sa i përket, u ktheva këtë se ka pak herë. Nëse do të flasim për shembull, nëse do të ketë, si thoshin dhe në lashtësi, që thoshin që dikush shikon fantazma ose shikon njerëz të vdekur apo ku ta di unë, ne këta i cilësojmë ose i vlerësojmë si njerëz me probleme mendore. Po sikur të ekzistojnë me të vërtetë gjithë ato që thonë këta dhe ne nuk jemi në gjendje t'i shohim, por i shohin vetëm ata sepse kanë të zhvilluar sensin e gjashtë, po sikur. Megjithatë unë tani do t'ju tregoj për sensin e gjashtë që pse njeriu nuk e ka të zhvilluar dhe çfarë po ndodh me njeriu tani në këtë periudhë. Duhet të dini që secili prej nesh ka sensin e gjashtë, e ka brenda tij, të gjithë e kemi. Por pika 1 që është ajo më e rëndësishmja, ne e neglizhojmë ose mirë e degradojmë ose mirë e ofendojmë sensin e gjashtë, sepse ne duke bindur vetveten që nuk ka një sens të gjashtë dhe ne nuk jemi në gjendje që të perceptojmë dikë përpara se të vi ose ta paramendojmë një njeri përpara se të vi, ne i themi që ishte një rastësi. Pra, duke e menduar kështu, ajo padyshim atë nuk e kultivon dhe nuk ndodh. Është njësoj si ata që shikojnë të ardhurën e njerëzve ose të kaluarën dhe kanë një marsh më shumë, një hap më shumë, pikërisht sepse e kanë kultivuar pra atë sens dhe atë kërkim dhe atë studim në mendjen e tyre. Dhe duke e kultivuar, shfaqet. Do t'i them një rast për shembull. Unë e kam thënë disa herë këtë, po doja ta përsërisja prapë. Kisha burrin e tezesime. Ishte nga Dërmiu. Dhe e kemi thënë disa herë këtë që ai kur merrte filxhanin të tregonte gjëra që çfarë të thoshte ai dilte eksakt. Dhe kur e pyeta, ore si është e mundur? Tha mua as nuk e di tha, por unë them vetëm kaq tha, unë e kultivova këtë ta dal nga dal. Pra të njëjtin gjë nuk di asun thot ai. Unë vetëm marr atë dhe unë çfarë ndjej e them, jo se i ka filxhani, por ndjej unë thot ai. Kështu më thoshte, ai nuk jeton më tani, por gjeti shumë gjëra. Doja t'ja u thoshja këtë sepse është vërtet çudi që njeriu e ka sensin e gjashtë, por nuk e kultivon dhe duke mos e kultivuar, duke mos e zhvilluar, nuk mund ta shpërthej dhe ta shfaq para sensin e gjashtë. Por më thoni sa prej jush për shembull kanë parë ëndra që kanë ndodhur, i kanë parë më përpara dhe kanë ndodhur vërtet. Ose sa herë keni parë njerëz, keni menduar njerëz dhe janë shfaqur, dhe sa herë keni parashikuar gjëra që pastaj kanë ndodhur. Padyshim mira për jush, jo qindra, po mira, sepse për ditë flasim për këto argumente dhe gjej me qindra mira njerëz që më shkruajnë dhe të tjerë që i lexoj dhe nëpër rrjetet sociale. Mund të gaboj ose mund të trilloj 1% prej tyre, ja 10%, por nuk janë të gjithë të çmendur. Sepse nuk është se shpikë shqiptarët, ekziston në gjithë botën. Kështu që duke filluar nga sot, nëse kultivoni sensin e gjashtë, dal nga dal, duke i kultivuar të gjitha këto që ju thash më përpara, ëndrat, paramendimet etj, do shikoni që ndodh me të vërtet dhe sensi i gjashtë zhvillohet. Më thoni çfarë mendimi keni dhe pres komentet tuaja, kalofshi bukur dhe pushime të këndshme.